Ndërkohë, kjo luftë, zoti Gjeta, ka nisur të japë edhe efektet katastrofike në ekonomitë botërore për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe të gazit, e natyrisht edhe këtu në Shqipëri, nafta shumë e lartë, çmimet e tregjeve të frutaperimeve, shumica e cilave vijnë nga importi, janë shtrenjtuar, por ndërkaq qytetarët shqiptar po përballen me çmim të naftës shumë më të lartë se vendet e tjera të rajonit. Kështu sot Bordi i Transparencës e ka çuar çmimin e naftës në 224 lekë për litër. Ju jetoni në Britaninë e Madhe dhe është gati mbi 2 pound, ndërkohë që unë kam arritur të mësoj nga kolegët që jetojnë në Britani dhe besoj edhe ju e keni faktuar, çmimi në Britaninë e Madhe i naftës është 1.85 pound. Tani si mundet një vend si Shqipëria me një ekonomi kaq të brisht, për të mos thënë të dobët, me pagat më të ulta në rajon, me ndihmë sociale më të ulët në të gjithë Europën, të ketë çmimin më të lartë të naftës. Dhe pastaj kryeministri thotë që nuk ulun akciza se 4 fishohet çmimi, ose nuk ulun ato detyrimet që paguajmë ne të gjithë për naftën. Tani kjo na përfshin në një debat shumë madh rreth modelit ekonomik që ka ndërtuar Shqipëria dhe mënyrën se si i menaxhon shteti shqiptar, burimet e veta ekonomike apo politikën fiskale. Jo, po si mund ta ketë Shqipëria çmimin më të lartë se Britania e Madhe të naftës? Kjo është e pa konceptueshme.